Fëmijët janë ata që ndërtojnë botën. Ata janë ata që krijojnë mundësi të reja. Në çdo fjalë që thonë, në çdo hap që bëjnë. Ata janë ata që e ndihmojnë botën të bëhet më e bukur. Ata ndërtojnë me dashuri dhe besim. Secili hap është një mundësi për të krijuar. Në çdo mundësi, ata e bëjnë botën më të mirë, duke e mbushur me shpresë dhe dashuri që kur nuk ndodhin. Fëmijët janë ata që ndërtojnë një të ardhmen. Dashuria, paqja dhe shpresa janë gjithmonë të këndshme. Ata janë ata që do të krijojnë një botë më të bukur. Një botë ku çdo ëndër është e mundur dhe çdo mundësi është e arritshme. Një të dua për shpejt në zemër, ndryshon botën e bën më të ëndër. Një më fal e thjesht, një mirdita janë si petolja në kopshin e jetës. Përdor këtë fjalë, shpërdoj kudo. Dhe bota do të ndriçojë me mirësi të shpërdor. Fjalët e mira në zemër t'i bosh, si lule të bukura ato do t'i ndosh. Në çdo njeri një rrezë do ndriçoj, një botë më të mirë do ta krijoj. Do fëmijë bën gjete dhe femra që do, secili ka një ëndër që e ndjen. Në çdo fjalë një magji fillon të rritet. Të kafshë të mrekullueshëm zot flasin. Fëmijët ngjiten dhe kthehen në diell. Një petar rrezaton ngjyra të pabesueshme dhe çdo ëndër kthehet në realitet. Kjo botë është e mbushur me mrekulli, ku dashuria është gjithçka që ndjen. Të gjitha dëshirat do të bëhen të vërteta kur të besojmë në fuqinë që kemi. Zogjtë e lirisë, larg në qiell zogjtë fluturojnë, pa frikë, pa pengesa shkojnë. Krahët i hapin ndjekin ere, si shpirtra të lirë nuk njohin tere. Ata s'din për kufi e mure, vetëm qielli është shtëpia e tyre. Këndojnë të lumtur mbi pemë e fusha, në dek që shije e në gëmusha. Dhe ne si zogjtë duhet të jemi, të lirë në ëndra, të lirë në zemër, sepse vetëm ai që kudo të fluturojë e ble lartësinë ku drita qëndron. Kur bisedova me të dhe I kërkova se t'i vendose librit titullin, se isha e gatshme do të punoj, tha jo thane do ta vendos titullin vet. Guximi I tij ka bërë të befasohem. Jo që nuk kam pasur por që kanë shkuar në moshën e tij, sepse kam përcjell vjetra të tillë, por këtu të nobilisht dhe për momentin është me I riu. Dhe këtë rrugë e morëm e vazhduam për një kohë të shkurtër, ndoshta 3 javë, 1 muaj. Unë jam Aris Çerkezi edhe e kam botu librin Zemra e Fëmirisë, pra jam 12 vjeçar në shkollën Ibrahim Rugova, klasën e 7. E kam botu këtë libër si pasion që e kam shkrimin, edhe më ka duke si interesant me botu një libër me poezi për fëmijë që me kuptu edhe moshat ma të ciklit tëlt. Se Zemra e Fëmirisë është me këshyr hëll këto poezit janë trenditur atysh janë pra gjendjet në fëmijëri, prej fillimit që fillojnë deri në fund, pra fazat e fëmijërisë. Për ata edhe kam dhënë titullin Zemra e Fëmirisë, që me kanë zemra, pra poezit në rresht janë fëmijëria. Po për do të shpatmarr se mas shumë ti më kanë përkra edhe mësueset më kanë përkra në krah të prindërve diet, edhe kom bo me 7 mars se veç është fillimi I karrierës tem, pra kam me bo hala ma shumë libra, edhe me kanë si një lloj vije që me kallëzu që me 7 mars e kom fillu librën edhe e kom bo librin e parë. Në fillim në klasë të 5, ja kom fillu me shenu vetëm kapak, eseja të vogla, poezijet ndryshme, pastaj më kanë vrejt mësueset dhe prindërit që kom pas ma shumë talent se sa njerëz normal, edhe pastaj e kom fillu me shenu librin për krajet mësuesve dhe arsimtarëve të tjerë.
e përmenda edhe para se ta prezentojmë këtë storje, një 12 vjeçar si Aris Qerkezi, i cili vetë se fillon të shkruaj në kohën e tij të lirë. Pra, në një kohë kur 12 vjeçarët fare nuk merren me libra, po them fare ashtu në përgjithësi, sepse janë më shumë të fokusuar nga teknologjia, nga lojrat në telefona, dhe jo për të marrë me shkrem. Por Arisi, si pak më ndrysh, ashtu vetëm pak më i veçantë, arrin që kohën e tij të lirë ta shfrytëzoj për të shkruar, gjitha ndjenjat e tij të shfrytëzoj përmes shkrimit. Pra, ti derdh ashtu në letër të gjitha diskutimet që i ka, të gjitha mendimet që i ka për të ardhmen, dhe përmes librit Zemra e Fëmijërisë, si botimi i tij i parë, vetë e dëgjuam edhe se si e tregoi, pra ai vendosë që t'i shpreh këto dhe ta botoj librin e tij. Një ndjenjë interesant ashtu të shohësh një të ri kaq të talentuar dhe motivuese realisht për të parë, sepse kur shohim që janë kaq të ri dhe kanë një ambicie për të ardhmen, është një shenjë motivuese dhe frymëzuese ashtu edhe për vendin tonë, sepse përmenda është i ri, ka filluar që në klasë të 5 të shkruaj dhe ta marrë më seriozisht këtë botimin e librit. Pastaj edhe data e zgjedhur shtatë marsi si shenjë falënderimi ndaj mësuesve, e që në ditët e sotme është goxha shenjë e mirë që të gjesh fëmijë që ja din vlerën edhe mësuesve. Pra, Aris Qerkezi si 12 vjeçar këtë gjë po e bën më së miri. Dhe e motivojmë Arisin edhe nga dita e re, këtu ka qenë edhe në intervistë pak ditë më parë, që të vazhdoj tutje, dhe pse jo na duhen këso fëmijë të tillë që nuk përtojnë të shkruajnë, nuk përtojnë që të merren me aktivitete të tjera përveç se të qëndrojnë në telefon dhe të luajnë lojrat cilat ndoshta shpesh edhe i bëjnë më pasiv ashtu trurin e fëmijëve.